Mbrëmjen e së hënës, në Teatrin Petro Marko të Vlorës është organizuar koncerti festiv, me rastin e festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, i titulluar Atë dheu në zërin ton. Një aktivitet ky i organizuar nga Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, Qendra Kulturore e Fëmijëve, Teatri Petro Marko, nën kujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës. Kjo mbrëmje është një udhëtim përmes fjalës së fortë poetike, tingullit muzikor që vjen nga shpirti i popullit tonë dhe lëvizjes scenike që flet pa fjalë, por me zjarr. Në këtë koncert, artistët do të ngjallin në kujtesën tonë sakrificat e të parëve, luftrat për liri, e mbi të gjitha, dashurinë për Shqipërinë tonë të bekuar. Një koncert ky, i cili të imbushi sallën e Teatrit të Vlorës, pasi në përbërjet e tij ishin performanca që prekën të gjitha zhanrat artistik, duke filluar nga këngët patriotike të performuara me mjeshtëri nga kori i fëmijëve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, deri tek performancat mjeshtërore në këngë të artistëve të rinj të qytetit. Nuk munguan as këngët patriotike, si dhe interpretimet mjeshtërore të artistëve, aktorëve të Teatrit Petro Marko me tematik atletare, si dhe patriotike. O ju malet e Shqipëris, dhe nisat e gjatë të freni, ti Shqipëri, më jemi ma. Atë dheu është zhimi, një priri pikëlluar në shpirt. Ondra titanike, dile zbrit i krush në tokë, më thelluse në pisnike. Birogozin prej kashte, ku netve fle. Me dy fler, që ndisën me fill të arit gjerë dhe gjatë bukur pre. Lozin gugulive dhe për herë të parë në atë vend një zogëlës. Në rolin e një prej organizatoreve, Kozeta Alili, drejtuese e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, flet mbi aktivitetin, duke cilësuar faktin se muzeu, si shtëpia që mi pret shqiptarët kudo që ndodhen në treva për festat e nëntorit, nuk mund të mungonte as në këtë aktivitet. Alili thos se qëllimi i këtij aktiviteti është të trashëgojë vlerat patriotike nga brezi në brez. Kozeta Alili shfaqet tepër e kënaqur edhe me pjesëmarrjen e konsiderueshme të spektatorëve në sallë. Kemi koncertin madhështor, siç e quajmë ne, dhe për arsye të shirave dhe të motit të keq u zhvendosëm këtu. Është në vazhdon e ditës kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, që siç e dim është muzeu, është shtëpia që është mikpritja për të gjithë shqiptarët. Po, të gjitha këto aktivitete bëhen për ndërgjegjësimin e brezit të ri, për të trashëguar këtë nga brezi në brez, se ne jemi të mësuar, e kemi në gena të pjesën e dashurisë, pjesën e dashurisë dhe të mëmësisë për vendin tonë, por këtë ne duhet ta transmetojmë tek brezi i ri. Dhe siç e sheh dhe brenda komplet është, prandaj kemi bërë ndërthurjen e Qendrës Kulturore të Fëmijëve me pjesën e të rriturve të Teatrit Petro Marko. Po, pjesëmarrja është një pjesëmarrje mos e konsiderueshme. Dhe më pëlqen më tepër që prindrit, dhe duan këtu të bëj një falënderim të veçantë për të gjithë prindrit, këta prindër që kanë këta fëmijë kaq të mrekullueshëm, që pa ndihmesën e tyre dhe pa afrimitetin dhe dashurinë që i japin ata, nuk do të realizojë edhe ky aktivitet. Ky koncert artistik është mbyllur me nga një buqet me lule për organizatorët e këtij eventi, artistët që morën pjesë, këngëtarët e vegjël të korit të fëmijëve, por edhe një pjesë të pjesëmarrësve në sallë. Faleminderit për njohje, për ju, faleminderit që na keni ftuar. Unë do të falenderoja
fëmijët e mrekullueshëm të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, që na ndjekin në çdo aktivitet. Mendoj që i takon artistëve të teatrit Petro Marko, dhe sot bashkë me këta fëmijë të mrekullueshëm, gjithë kësimtarët e trupave koreografike që ishin, ju e patë që kishin prezencën e aktorëve të teatrit Petro Marko. Faleminderit shumë për këtë bashkëpunim, për këtë ndërbashkëpunim midis institucioneve, është një përvojë e dytë